e ka zoti Bardhi? Po, pa tjetër, zoti Balla, me qënë se pash të shtypur, po... Unë e kuptoj që ti... Zoja kryetare... Zoti Shehaj, ju lutem qetësoni. Zoti Shehaj e mbarua fjalën tuaj, qetësoni. Kur fole... Zoti Shehaj, ju drejtë vëmendje, ju lutem. Kishte zhurmë sallë? Kur fole? S'kishte zhurmë sallë, durotesh. Ti je një person i dënuar me vendim për vjedhje të dhënash personale. Je i dënuar si person, je i dënuar për vjedhje të dhënash personale. Unë nuk e kam... Zoti Sheha, ju lutem mos ndërhyni nga vendi. Zoti Sheha nuk ju ndërhyni. Lutem se e mori. Zoti Sheha, ju lutem, po ju bëj thirrje për herë të fundit. Ju lutem, kur folët ju 10 minuta nuk ndërhyri njëri. Të lutem respektoni rregulloren. Zoti Balla, vazhdon. Faleminderit. Unë nuk e njoh, nuk e kam mik. Jo se nuk e njoh, e di kush është biznesmeni Bashkim Ulaj. Është një biznesmen i djathtë. E ka nisur si gjithë shqiptarët në 91-shin biznesin e vet. Është i respektuar është një prej biznesmenëve më të mëdhenj në Shqipëri. E kam kritikuar nga kjo foltore kur kam pasur një rast të një investimi në zonën time zgjedhore që lidhej me një cilësi punimesh, di që ka ndërhyrë të riparoj problemet që kishte ai investim dhe nuk e kam kërkuar kur nuk ti kem ndërhyrë në njerë ti them të dalë në televizionin e ti e nga këta që u çon mesazhe pse s'më nxjerr mua, pse nxjerr atë, unë nuk bëj nga këto, as unë dhe as njëri prej nesh. Dhe është mirë që ti që vjen vetë nga biznesi dhe gjithë e dim se si ka ardhur tim politik, ta kam thënë, ti je i vetmi që ka ardhur në politik duke e bler vendin e deputetit. E ke bler, ja ku i ke dëshmitarët i ke këtu. I ke bler. Edhe shpresoj që do ta bind një ditë Lulin që të bëhet i penduar dhe tregoj se sa i ke dhënë Lulit për të hyrë në parlament. Faleminderit.